Situata e përmbytjeve në zonën e Nën Shkodrës paraqitet të qëndrueshme dhe në përmirësim gradual. Sipas të dhënave zyrtare, sipërfaqja e tokës bujqësore nën ujë është reduktuar ndjeshëm. Konkretisht në njësinë administrative të Dajçit ka rënje të nivelit të ujit, ndërsa në zonën e njohur si Urrelat Shirq ka dalë tashmë nga harta e përmbytjeve. Aksi rrugor Jobotit vijon të ketë prani uji në lartësinë deri në 30 cm, por niveli është në rënje të vazhdueshme. Transporti i banorëve në zonat ende të prekura vijon të realizohet nga Regjimenti i Këmbësorisë së Veriut me një automjet me kalueshmëri të lartë dhe 5 efektiv të forcave të armatosura, të cilët janë në shërbim të komunitetit. Në bashkitë Vau-Idejës, Malësi e Madhe, Puk dhe Fusharës, situata paraqitet e qëndrueshme dhe nën kontroll të plot pa raportime për problematika apo emergjenca. Sipas Drejtorisë së Ujitjes dhe të Kullimit, nivelet e ujit në pikat monitoruese vijojnë të jenë nën kuotat kritike. Nga Drejtoria Rajonale e Rrugëve Shkodër bëhet me dije se nuk ka probleme me qarkullimin rrugor në akset kryesore. Megjithatë, në zonat malore rekomandohet përdorimi i gomave dimërore dhe zinxhirëve. Kontraktorët e mirëmbajtjes së rrugëve njoftojnë se qarkullimi në akset Qafmali Fiers dhe Hadroj Qafben kryhet vetëm me goma dimërore ose zinxhir, ndërsa akset Dedaj Razëm, Bok Qafthore Thet dhe Hani Hotit Vermosh janë të kalueshme, por kërkohet respektimi rigoros i rregullave të qarkullimit dhe sinjalistikës rrugore.